Treshja Eliona, Benita dhe Klodi, dilema mes ndjenjave dhe realitetit në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet mes banorëve shpesh janë më të ndërlikuara se sa duket. Një nga situatat më të diskutuara të sezonit është ajo që përfshin Elionën, Benitën dhe Klodin, një marrëdhënie e përzierë që ka nxitur debat, konfuzion dhe emocione të forta. Benita dhe Eliona të dyja shfaqin një afrim të veçantë me Klodin. Benita duket e interesuar dhe shfaq emocionet e saj duke ju afruar dhe duke treguar sinjale të qarta të simpatisë. Eliona, nga ana tjetër, tregon gjithashtu afërsi ndaj Klodit, por mënyra e saj është më e përmbajtur dhe shpesh e mbështetur në shprehje verbale sesa në kontakt fizik. Klodi, përballë kësaj situate, është i ndarë. Ai ka një lidhje jashtë shtëpisë dhe kjo e bën situatën edhe më të komplikuar. Nga njëra anë, ai shfaq afeksion dhe ngrohtësi ndaj vajzave të shtëpisë, nga ana tjetër, ai nuk mund të harrojë ose të mohojë marrëdhënien që ka jashtë. Ky kontrast e bën të vështirë për të marrë vendime të qarta dhe shpesh ngatërohet mes përgjegjësisë, simpatisë dhe lojës emocionale. Në një moment të veçantë, përballë klipit ku shihen duke u puthur me Klodin, tensioni brenda shtëpisë u shtua. Eliona u shpreh e qetë, por realisht e ndjerë, është thjesht simpatik. Ke të besojmë klipin që puthen me Klofin apo fjalët? Kjo pyetje është thelbësore për të kuptuar dilemat brenda Big Brother Kosova. Për Elionën, fjalët kanë peshë të madhe, por pamjet vizuale nuk janë gjithmonë të lehta për t'u interpretuar. Afërsia fizike dhe puthjet në klip tregojnë emocion, ndërsa fjalët dhe shprehjet e Klodit shpesh janë të rezervuara dhe të kujdesshme. Situata e tre banorëve nuk është thjesht një lojë romantike. Ajo tregon se emocionet dhe perceptimet nuk përputhen gjithmonë me realitetin. Banorët dhe publiku duhet të interpretojnë mesazhet e trupit, gjestet dhe fjalët për të kuptuar se çfarë ndodh realisht. Dhe pikërisht kjo kontradikt e bën marrëdhënien kaq inter.